Sa to keni, Gzim, familjen tuaj? Tuke ne toga nda me vendim 7.500. Po, Dhe ne kemi nda për frym një dëlym e 100 metër tokë. Këte kemi që kemi përfitu nga atërë ku nda tokë me vendim 7.500. po mirë, dakord. Gjithë fshati ka Nuk keni marrë vesh fshat që? Nuk e keni ditur tokat edhe kufit, Po si mas babalarve dhe gjyshve Po, tuaj? ne kemi marrë po tokat tona, ma të vendim që nda, kemi Okej. marrë tokat tona, nuk kemi marrë tokat e komshive, apo gjithë stili ka marrë tokat që ka pasur para. Bravo. Po. Okej. Dhe kam përshtypjen me qenë se ky është një fshat ku mbahen shumë dhe ullnit. Madje në Kodrën mbas jush shoh dhjetëra ullin të mbjell atje. Ju si familje keni ullin, Gzim? Po, ne po dal një vendim këtu që ai që mjell dhe, një fjalë, që në kone demokratët ka qenë duket. Po? Edhe u paguajshin ata u merrshin pa lekë, nuk di si qenë atë kohë, ne kemi mjell fakt. Ai që përballë me ka mjell komplet zonë atje, edhe i ka shërbyer mirë. I ka punu, i ka pleru, i ka bo gjithë mirat. Okej. I ka krasit. Janë ekonomi dhe ato ndihmëse për Ekonomi ndihmëse. familjet e Grimsës. Po, familje. Këtu, thash, po ta shohësh edhe të shit, ka kokra akoma. Po, ullini. ja shikon, të lutem koleg, po shiko, ky është një ulli i vogël, po vërtet ka ende kokra. Po, ka kokra akoma. Edhe ky tjetër ka akoma kështu. Pra, sa ullin keni ju në familjen tuaj? Ka 4 roj për frym është nda. Që do të thotë, juve sa frymë jeni dhe sa ullin keni? 20 ullin. Vetëm 20 rrej Po, ullin. 20 ullin.